Dëshira e detyruar dhe shtypja e lirive në arsim, kur politika pushtojnë administratën. Në një kohë kur demokracia dhe e drejta për mendim duhet të jenë themelet të çdo shoqërie, veprimet e zyrës arsimore të një bashkie në Shqipëri po shkaktojnë shqetësime serioze. Sipas informacioneve, ky institucion po konfirmon në mënyrë të dyshim dëshirën e mësuesve për të marrë pjesë në një miting politik, duke i shndërruar ata nga edukatorë në vegla politike. Një praktikë që jo vetëm cënon integritetin e profesionit, por edhe shkel haptazi ligjet që i mbrojnë punonjësit civil nga abuzimi dhe politizimi. Patronazhi i qelizave dhe dëshira e manipuluar. Fjala dëshirë këtu ka një tingëllim ironik. Kur autoritetet arsimore detyrojnë mësuesit në impresion të maskuar të konfirmojnë pjesëmarrjen në aktivitete partijake, kjo nuk është asgjë më pak se një formë moderne e patronazhit. Sistemi i qelizave, i organizuar për të mobilizuar punonjësit në funksion të interesave partijake, kujton praktikat më të errëta të viteve 90, kur shteti ishte i ndërlidhur me administratën publike dhe i përdorte si të donte. Mësuesit, të cilët duhet të jenë shembuj të pavarësisë intelektuale, tani përballen me një dilemë të rreptë, t'i binden urdhrave të pasqyruara ose të rrezikojnë karrierën dhe stabilitetin. Hipokrizia e ligjit. Në këtë skenar, hipokrizia është e dukshme. Nga njëra anë, statusi i punonjësit civil ndalon qartë çdo pjesëmarrje në aktivitete politike për punonjësit e shtetit. Ligji është i qartë, shërbimi civil duhet të mbetet neutral, i lirë nga ndikimet partijake. Por nga ana tjetër, po të njëjtat struktura shtetërore, në këtë rast, zyra arsimore, po organizojnë dhe detyrojnë mësuesit të angazhohen në mitingje, duke e kthyer ligjin në një tallje. Si mund të ndalohet organizimi i takimeve politike nga punonjësit, kur vetë shteti po i organizon ato? Kostoja e refuzimit, humbja e punës dhe terrori i pandershëm. Pasqyra më e errët është dënimi për ata që guxojnë të refuzojnë. Humbja e statusit të punonjësit civil dhe pushimi nga puna nuk janë thjesht sanksione administrative, ato janë një mesazh frikësues për të gjithë që guxojnë të mendojnë jashtë linjës së partisë. Në vend që të garantojnë mbrojtjen e të drejtave të punësuarve, institucionet po shndërrohen në mjete shtypse. Kjo nuk është vetëm shkelje e ligjeve të punës, por një sulm i drejt për drejt ndaj demokracisë. Arsimi në rrezik, kur mësuesit bëhen agjenë. Politizimi i arsimit është një rrezik ekzistencial për çdo shoqëri. Kur mësuesit detyrohen të jenë pjesë e makinës propaganduese, ata humbasin rolin e tyre si edukator të brezit të ri. Në vend që të nxisin kritikën dhe kreativitetin, ata shtyhen të normalizojnë bindjen e verbër. Një shoqëri e tillë nuk prodhon qytetar të lirë, por subjekte të varur nga doktrinat politike. Ç'mund të bëhet? Shteti dhe shoqëria civile duhet të reagojnë menjëherë. Transparencë dhe llogariplëkje, hetime të pavarura për të zbuluar nëse ka presione të organizuara ndaj mësuesve. Mbrojtja e denoncuesve, mjekza ligjore për mësuesit që guxojnë të flasin kundër abuzimeve. Reforma në legjislacion, ndezje e sanksioneve të rrepta për institucionet që shkelin neutralitetin e shërbimit civil. Mobilizimi i opinionit publik për të kërkuar lirinë e arsimit nga politika. Neutraliteti ose diktatura e partisë. Kjo nuk është thjesht një çështje e disa mësuesve të detyruar të shkojnë në një miting. Është një betejë për thelbin e shtetit të së drejtës. Kur puna e mësuesve vlerësohet sipas besnikërisë ndaj partisë dhe jo sipas kompetencës, ne jemi në rrugën e gabuar. Është koha që edukatorët të rikthehen në aula si shembuj të lirisë, jo si ushtar të pazgjedhur në frontin politik.